Mirëmëngjes të gjithëve. Pse shqiptarët urrejnë njëri tjetrin? Tani po ja u tregoj. Po ju tregoj sepse ato që do t'i them janë vetëm fakte. Megjithatë do dëshiroja që ta diskutojmë së bashku, sepse këtu jemi pikërisht për këtë. Pra të informohemi dhe të diskutojmë. Shqiptarët urrejnë njëri tjetrin për shumë arsye, por arsyeja kryesore, e dini se kush është? Është sepse unë jam më i miri, unë jam më i bukuri, unë jam më i forti. E di që do kush ka ju tani do thot nuk është e vërtet, sepse edhe në vendet e tjera është kështu. Po, por shqiptarët e kanë tepër të theksuar. Dhe do t'ja u them, për shembull, nëse keni vënë re edhe komshiu që keni afër, çfarë bëri komshiu e bëjmë edhe ne. Çfarë bën ai tjetri atje e bëjmë edhe ne. Kjo ndodh në të gjitha fushat. Bile do t'ju them, të gjithë liderat shqiptar që nga kohërat e lashta, akoma sot nuk kam parë një lider shqiptar që të doj popullin e tij ashtu siç duhet. Me një fjalë, e bëjnë diçka, por e bëjnë për veten e tyre. E bëjnë për si mund të quhet, për dëfrimet e tyre, për të treguar forcën, për të treguar për karrierë, okay? Dhe jo për dashuri. Sepse në qoftë se do të bëj për dashuri, ta fillojmë për shembull që atë që njohim, për shembull që nga Enver Hoxha. Unë jam prezent këtu dhe kam thënë disa herë këtë, por doja që ta diskutoja me ju, sepse për shembull në kohën kur flisim dhe kërkonin për emisionin Enigma fakte për sa i përket lashtësisë shqiptare ose mistere dhe enigma në përgjithësi, sepse këtu isha i përqendruar, unë konstatova, sepse me anë të dëshmitarëve, jo se konstatova unë vetë, por me anë të dëshmitarëve të atëhershëm, që shumë gjëra janë zhdukur vetë nga komunizmi. Pra në qoftë se nuk është e thjesht që t'jesh një lider, nuk diskutohet, në qoftë se në atë kohë, pra Enver Hoxha përqendroi që donte të mblidhte popullin duke hequr, duke zhdukur besimet fetare, sepse kjo do t'i lidhte më shumë shqiptarët, duke bërë që në çdo familje, po thuaj gjysma e familjes ishin spiuna, dhe spionon njëri tjetrin, dhe duke bërë që po thuaj gjysma e popullit ishin spiuna, prap se prap ai në fund të fundit nuk kishte një dashuri e madhe për popullin. Sepse unë mendoj që e gjëja e parë, thash që është e rëndësishme, është që nuk është lehtë, por njëkohësisht nëse do dëshiroje ti që populli të bëj, atëherë ti do përqendroheshe sepse çdo gjë ndryshon me dashuri dhe respekt. Pra nëse ti e bën tjetrin të respektoj, unë mendoj se nga ky moment do filloj që të ndryshoj mendimi i tij. Ka normal që ka dhe njerëz që nuk ndryshojnë me asnjë lloj forme, dhe është vetëm një formë, një fjalë që ose me burg ose me forma të tjera. Por kjo, pra në kohën e Enverit, unë mendoj që ka qenë ndoshta e qëllimshme, ose ndoshta e diktuar nga forcat të tjera politike apo vende të tjera, sepse nuk shpjegohet që për shembull, ato eshtrat e gjigantëve që gjetën, që thot ai mësuesi në rrethin e Vlorës, për shembull, që erdhi traktori thot dhe i prishi në vend thot që t'i ruanin. Apo siç e kemi thënë për shembull edhe disa objekte të lashta, si për shembull gurët me mbishkrime ose për shembull në vitin 72, siç e kemi thënë, është gjetur një mbishkrim në Durrës, në Durrahun e vjetër, ku fliste për Poseidonin. Ndoshta ishte e grekëve të lashtë, ne këtë nuk e dim, por janë vetëm aludime. Sidoqoftë, në çështë e vërteta, ato çka lanë të gjithë pushtuesit ndër vite, mendohet që në kohën e monizmit, pra komunizmi, i zhduku në vend që t'i ruante, dhe shumë pak kanë mbetur në atë kohë. Dhe pyetja ime është pse? Pra, unë mendoj që në disa raste, mendoj që ka të drejtë një pjesë e madhe e njerëzve që vetiu lind nga vetja e tij urrejtja kundër vendit dhe kundër të tjerëve. Sepse pa e kuptuar, njeriu dal nga dal e ndjen që ka diçka që nuk shkon. Dhe kjo ka ndodhur ndër vite. Shiko, është një fakt i pakundërshtueshëm që sot shqiptarët kanë mbetur 2,5 milionë, ndërkohë që në kohën e
komunizmit ishin mbi 4 milion e gjysmë, paktën kështu thuhet. Por sot kanë ikur për shumë arsye, sepse edhe problemet e mëdha ekonomike, shoqërore etj. Kanë luajtur rolin e tyre. Por në të vërtet, shqiptarët a e urrejnë njëri tjetrin, ju si thoni? Unë mendoj se po, sepse nëse keni vënë re, në çdo argument që flasim, po ta shikoni flasin me urrejtje, pra mes njëri tjetrit. Ka një diçka që është tepër thelbësore. Sepse unë i di të gjitha, unë jam më i miri. Kjo është një veti, sepse është paragjykimi ky, është një veti e të gjithë njerëzve në botë, nuk diskutohet, por kush e ka më shumë dhe kush më pak. Dhe unë mendoj që shqiptarët e kanë më të theksuar. Nëse keni vënë re në të gjitha këto videot që ndajmë këtu së bashku, e keni vënë re që unë LKD, të flas si të doj, edhe të më ofendoj, edhe të ofendoj. Pse? Sepse vetëm në këtë forum ti do t'i japësh mundësinë atij që të njohë, në radhë të parë, pra të njohë mua, por edhe ta informosh. Dhe ai e di shumë mirë që kur të kaloj një kohë, thotë, shiko, këtë e lexova ose e pash tek Nadir Mura. Dhe pikrisht për këtë, pra në krahasim për shembull me televizionet apo me portalet mëdha, unë jam vetëm njëri i thjesht. Dhe vetëm thjesht mundohem që të informojmë. Dhe kemi me mira të shkruar në këtë kanal apo në platformat e tjera. Me mira. Dhe ky është një vantazh në radhë parë, dhe unë dua t'ju falenderoj të gjithëve, pa diskutim, sepse shumë prej jush jam i bindur për këtë, do më thoni ju, shumë prej jush janë bindur për këtë me kalimin e kohës, pra për këtë që ju thash, që në fillim, kur janë në këtë faqe dhe diskutojnë për shumë argumenta, le të themi që janë pak të lëkundur. Ose ndokush për shembull edhe i vjen ndërmend që të fyej, por me kalimin e kohës bindet. Pikërisht pra, sepse unë është e vërtet apo jo? Më thoni nëse nuk është e vërtet. Shumë, jo pak. Sepse shikoj që nga fillimi deri tani ka ndryshuar shumë, edhe mënyra e të shkruarit, mënyra e të komunikuarit. Dhe unë mendoj që kjo është e vetmja mënyrë për shqiptarët që t'i mbledhësh, ose që shqiptarët të duan njëri tjetrin. Sepse pikërisht duke u mbledhur, duke diskutuar së bashku, pra, unë mendoj që kjo është rruga më e duhur, nga këtu lind dashuria mes njëri tjetrit dhe respekti. Sepse nëse secili thot, unë jam më i miri, unë jam më i forti, nuk dua të dëgjoj askënd. Padyshim, duke mos patur diskutime, ai mbetet në guackën e tij. Dhe kjo, nëse secili mbetet në guackën e tij, nuk ka zhvillim. Pra, nuk ka dashuri dhe nuk ka respekt për njëri tjetrin. E përsëris edhe një herë, kanë në gjithë botën, e gjithë bota është kështu. Por nuk e di, po shqiptarët e kanë më të theksuar, gjak nxehtë, zien, rrihen, vriten, pra edhe në rrjetet sociale, pra ato që ndodhin. Pse kjo? Pikërisht pra, sepse secili thotë që unë jam mbret. Dhe është e vërtet që secili është mbret i vetvetes. Dhe nëse keni vënë re, ecuria që ka bërë Shqipëria kohët e fundit, pra që nga koha e komunizmit deri tani, është gjigande në krahasim me vendet e tjera, siç e kam thënë për shkak me Rumaninë apo vendet e tjera. Dhe po ta shikoni, kjo është frut pikërisht pra i asaj urrejtje që kemi thënë, sepse pse ta bëjej, po unë nuk e bëj dot, pra secili dhe ka atë, përveç se ka atë sensin e rivalitetit, por është i Zoti. Pra secili është i Zotit, secili shqiptar. Shikoni dhe sa shqiptar në botë kanë ecur me hapa gjigant. Bile, ju thash dhe para ca kohësh që më në fund kemi miliarderin e parë në Shqipëri, që nuk është gjë e vogël. Miliarderin e parë në Shqipëri, që në krahasim me numrin e popullatës, 1 miliarder i tillë bën historinë, si mund të themi, sepse sidoqoftë në një mënyrë apo në tjetër të thonë çfarë të duan disa që jo ka bërë këtë apo ka bërë atë, jo është lidhur me pak rëndësi ka. Është miliarder dhe është i Zoti. Pra, pse shqiptarët urrejnë njëri tjetrin? Pikërisht pra, sepse ai rivalitet që i ndan është si mund të quhet, forca e të qenurit jo egoist, por të qenurit mbret. Do ta them, se unë kështu e them, mbret. Pra, mbretëria që ka secili prej nesh bën që, me fjalë, unë jam më i bukur, më i forti, më fantastiku, bën që ti të ndahesh mes njëri tjetrit. Dhe pikërisht për këtë,
kanë mbetur në Shqipëri shumë pak. Bile edhe në vendet e tjera, po ta shikoni jashtë vendit, nuk bëhen mes njëri tjetrit shqiptarët. Dhe tani do të dëshiroja një komentin tuaj. Ju, çfarë mendimi keni? A është kështu si shtem apo kam gabuar diku? Më thoni që ta diskutojmë sepse prek secilin prej nesh. Dhe unë jam i bindur që në këto që ju thash gjeni vetveten. Megjithatë do të pres komentet tuaj, ti lexoj të gjitha. Ju falenderoj që jemi përbashk. Pikërisht bëra një video ku flisja për një e gjeni, këto janë informacione që i gjeni, ku edhe vetë ambasada amerikane tha për këto lëvizjet e forta që mund të bëhen kohët e fundit dhe për ato specialistë që kanë ardhur nga Amerika, dhe po ta shikoni shumë prej tyre nuk u besojnë ose shumë prej tyre thonë disa fjalë që okej, por nejse nuk do të zgjatem me këtë, por doja të pyesja edhe një herë, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? A pse shqiptarët urrejnë njëri tjetrin? Dua vetëm ndalem këtu, sepse mund të kem gabuar diku ose mund të marrim ndonjë ide mes njëri tjetrit. Pres komentet tuaja. Ditë të mbar.